Për momentin është vetëm një zë në merkaton e futbollit, por emri i skuadrës dhe shifrat që e rrethojnë atë nuk mund mos merret në konsiderat. Elsedysa i vazhdon të jetë një nga emrat më të përfolur në tregun e transferimeve, ndërsa sipas mediave italiane, për mbrojtësin e kombëtares shqiptare interesohet Manchester United. Lajmi që u publikua në fillim nga Il Mattino dhe më pas qarkulloi në të gjitha mediat sportive për te Adriatikut bën të ditur se është vetë Jose Mourinho që kërkon të marrë shërbimet e futbollistit 22 vjeçar që në merkaton e janarit. Për të mbyllur këtë transferim, klubi anglez është gati të paguajë 30 milion euro për kartonin e lojtarit, një shifër e rëndësishme por ende larg pretendimeve financiare të Napolit. Ysaj firmosi rinovimin deri në vitin 2021, duke përfshirë dhe një klauzole e cila parashikon se mbrojtësi mund largohet drejt një skuadre jashtë Italisë vetëm për 50 milion euro. Pikërisht kjo klauzole bën të vështirë transferimin e futbollistit shqiptar në merkaton e janarit, por oferta e parë e Manchester United është një piknisje e mirë për të hapur tradativat mes klubit anglez dhe Napolit.